Syni situimi I institucioneve të legjislaturës së 11, fatkeqësisht dy partitë e tjera nuk e konsideruan të nevojshme apo të arsyeshme që të takohemi. Unë mendoj ndryshe. Përderisa me AK-n nuk kemi takuar fare, besoj që ka pasur shumë nevojë që të takohemi përsëri me kryetarin e PDK-s. Tash unë do shkoj atje me ministrin e Financave, që njëkohësisht është antar I kryesisë së vetëvendosjes së Kryeministrit, ndërkaq që nga ana tjetër në formatin e Prisniut do të jetë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari Lëmira Bigjiku me bashkëpunëtor. Dhe ne dëshirojmë që sa më parë të konstituohet kuvendi, të zgjidhet qeveria dhe ta zgjedhim presidentin, meqense siç kemi thënë më herët, siç nuk kemi pasur nevojë për zgjedhjet e kaluara, nuk kemi nevojë as që ato të ardhshme të jenë para vitit 2030.